Një zhvillim i ri është shtuar çështja së abuzimit të dyshuar me fondet në filialin e Postës Shqiptare në Durrës. Bashkëshorti i ish drejtoreshës së këtij institucioni, Elisabeta Mataj, ka depozituar një kallëzim penal ndaj ish shefes së financës Valbona Duni, duke ngritur dyshime për pastrim parash dhe krijim të pasurisë së pajustifikuar. Kallëzimi është dorëzuar 2 ditë pasi gjykata caktoi ndaj Valbona Dunit masën e sigurisë arrest në shtëpi, ndërkohë ish drejtoresha e Postës vijon të mbahet në arrest në burg. Të dyja së bashku me arkëtaren Paula Dana janë në hetim pas padis nga Posta Shqiptare për veprën penale të vjedhjes duke shpërdoruar detyrën në bashkëpunim. Por në kallëzimin e dorëzuar në 20 korrik, Feta Mataj pretendon se bashkëshortja e tij është bërë padrejtësisht përgjegjëse për skandalin financiar, ndërsa kërkon që hetimet të shtrihen ndaj ish shefes së financës. Sipas tij, verifikimet që ka kryer privatisht tregojnë se Valbona Duni zotëron pasuri që nuk justifikohen me të ardhurat e deklaruara nga paga e saj. Bëhet fjalë për automjete luksoze të viteve të fundit, disa apartamente në Durrës dhe Tiranë, si dhe biznese të hapura për gjatë viteve të fundit. Ai ngre gjithashtu dyshimet se pasuria e familjes Duni është shtuar ndjeshëm pas vitit 2020, periudhë që përkon me administrimin e fondeve të rindërtimit pas tërmetit nga Posta Shqiptare, duke kërkuar që këto rrethana të verifikohen nga prokuroria. Feta Mataj deklaron gjithashtu se bashkëshortja e tij kishte sinjalizuar më herët problematika në sektorin e financës, por sipas tij, shqetësimet e ngritura nuk ishin marrë në konsiderat nga drejtuesit.